Përshëndetje. Në çdo epokë njeriu ka pasur mënyrën e vet për të adhuruar veten. Egjiptianët ngritën piramida, grekët ngritën tempuj, ne shqiptarët e shekullit 21 ngritëm ekranet. Dhe brenda tyre jeton krijesa më e ndjeshme, më e etur dhe më e rrezikshme e kohës moderne, narcisi mediatik. Ky nuk është më ai personi që ri para pasqyrës duke rregulluar flokët, jo. Ky është njeriu që jeton për t'u parë, për t'u dëgjuar, për t'u pëlqyer. Ai që nuk di të jetë vetëm përveç se live. Ai që ma të vlerën e vetëm me klikime dhe lumturinë me story. Dhe s'është vetëm një individ. Është fenomen shoqëror, një epidemi e butë që po parapet nga një postim në tjetrin. Në Shqipërinë e sotme, nëse nuk je në rrjet, duket sikur ti nuk ekziston. Mund të jesh i mençur dhe punëtor, i ndershëm, por nëse nuk e ndjekës, ja askushi. Ndërsa ai apo ajo që flet gjithë ditën për vibracione pozitive dhe energji në universit, me një mikrofon dhe një buzëqeshje të gdhendur, konsiderohet influencer shpirtëror. Dhe kështu pak nga pak, narcisti mediatik është bërë figura më e dashur e kohës sonë dhe një nga simptomat më të qarta të boshllëkut modern. Nga pasqyrat e selfia, narcizmi nuk është pikëre. Në mitin e vjetër grek, narcisti u dashurua me imazhin e vet dhe vdiq duke i parë, duke u mbytur në pellgaçe. Sot historia përsëritet, vetëm se pasqyra është telefoni dhe vdekja është me but. Vdekja e autenticitetit. Në çdo kafe, në çdo rrugic, në çdo qytet, në çdo tasëm, në çdo tryezë, ka një që filmon veten si të ishte në një reality show. Nuk jeton me ngjarjen, por dokumenton që po jeton. Nuk përqafon dikë, por bën story që po e përqafon. Dhe kur e pyet po pse e bën, përgjigjja është e thjeshtë. Duhet të tregoj që jam mirë. Në fakt s'është mirë. Po mundohet të bind veten që është mirë. Shqiptarët dhe pasqyra e famës. Në vendin tonë fama është bërë simbol psikologjik. Kemi kaluar nga çfarë punë bën tek sa ndjekës ke. Disa punojnë vite për të krijuar diçka me vlerë, të tjerët blejnë 10.000 ndjekës për të arritur brenda natës. Dhe s'ka rëndësi nëse ndjekësit janë real apo jo, apo nga India. Rëndësi ka që numrat të duken të bukur dhe sa më të mëdhenj. Dhe në çdo fshat, do themi në çdo lagje, në çdo pallat, ka nga një që bën atë përmbajtjen. Dikush jep këshilla për jetën me zero eksperiencë për të, dikush flet për psikologji, pa e ditur çfarë është, projekcioni. Pra kemi bërë shkencë nga opinioni dhe terapi nga statuset. Në fakt shumica nuk duan të ndihmojnë njerin. Duan të shihen si dikush dhe është tragjikisht njerëzore në një shoqëri që ka mësuar të mos të dëgjoj. Çdo like është si një përqafim i munguar. Dhe kultura e vetshitjes, të themi. Në psikologji, narcizmi lidhet me nevojën për vlerësim të jashtëm, mungesën e vetvlerësimit të qëndrueshëm me një egërsi të fshet për kontroll. Narcisti mediatik shqiptar i ka të trija. Ai zgjohet duke kontrolluar reagimet dhe fle duke parë numrin e shikimeve. Nëse një video nuk ecën, humori ti bie. I ati themi, po dhe jesaj. Nëse dikush e kritikon, e sheh si sulm personal, sepse imazhi është bërë vet identiteti. Në këtë botë, edhe dhimbja shitet. Dëshpërimi bëhet content. Lotët dalin live. Vetmia kthehet në video reflektimi mbi jetën. Dhe sa më shumë njerëz të ndihen bosh, aq më shumë e ndjekin këtë boshllëk që ecën me zë të lartë. Krenaria e rreme e ekraneve. Në Shqipëri kemi marrë vesh që të gjithë din diçka. Çdo kush është life coach. Çdo vajzë është influencer. Çdo djalë që del me këmishë të bardhë është motivues.
Por në thelb kemi të bëjmë me të njëjtën nevojë të lashtë, të dukemi të rëndësishëm. Dikur njerëzit e kërkonin këtë përmes profesionit, kulturës apo respektit në komunitet. Sot e kërkojnë përmes filtrave dhe videove, sepse rrjeti e jep më shpejt ndjesinë e vlerës. Vetëm që është vlerë false, si një tullumbace që fryhet në ajër e zbret sapo s'ka më kush ta shoh. Publiku që ushqen narcismi. Por problemi s'janë vetëm ata që e bëjnë, janë dhe ata që e ndjekin, sepse çdo narcist mediatik ka nevojë për një turmë që e adhuron, dhe turma shqiptare për fat të keq e adhuron shpejt. Na pëlqejnë njerëzit që flasin me zë të fortë, që premtojnë receta të jetës, që tregojnë siguri absolute, sado bosh të jenë brenda tyre. Dhe kështu rrisim egot e tyre dhe zbrazim mendjet tona. Narcisti mediatik është si pasqyra jon kolektive. Ai ekziston sepse duam të shohim dikë që jeton ëndrrën që se kemi, edhe nëse kjo ëndër është e reme. Në terapi për te i flirtit. Ne si psikologë e shohim shpesh këtë fenomen të afërt. Shumë njerëz duken të suksesshëm në këto rrjetet emocionalisht të thyer. Njerëz që postojnë çdo ditë falënderimin ndaj jetës, por brenda ndjejnë boshllëk. Që japin këshilla për dashurinë, por vetë nuk mbajnë dot asnjë marrëdhënie. Kur jeta jote është për publikun, humbet afërsinë të kesh jetë private. Dhe kur çdo ndjenjë e sinqertë shihet si material, vjen një ditë që s'të mbetet më asnjë ndjenjë, vetëm kamera e celularit. Po kur të fiket drita. Psikologjikisht, narcismi mediatik është një përpjekje për të mbuluar frikën nga mosqenia. Në momentin që kamera fiket, fillon ankthi. Kush jam unë tani? A vlen ndonjë gjë pa pëlqime, pa komente, pa shikues? Dhe shumë kush se duron dot këtë boshllëk. Për këtë arsye, prodhojnë pafund postime, reelsa, fjalë të mëdha që të mos dëgjojnë heshtjen, sepse heshtja i tërë më shumë se çdo gjë tjetër. Në fund, çdo narcist mediatik është thjesht një njeri që ka frikë të mos harrohet. Dhe mënyra më e shpejtë për të mos u harruar është të bërtasësh çdo ditë jam këtu. Dhe kur s'ke asgjë për të thënë. Në një shoqëri që ngatron zhurmën me vlerën. Ne shqiptarët e kemi këtë vesh. Ngatrojmë zërin e lartë me të drejtën, pamjen me përmbajtjen, fjalën me mendimin. Dhe mediat e kanë përforcuar këtë. Televizionet i janë plot me njerëz që flasin për çdo gjë, vetëm që të jenë aty. Rrjetet sociale po aq. Në një farë mënyre, narcizmi mediatik është bërë profesion. Duket sikur kushdo që ka pak guxim dhe shumë vetbesim mund të bëhet dikushi. Dhe kjo është tragjikisht e vërtet. Por vetëm përkohësisht, sepse fama në thelb është si drita e telefonit. Ndriçon shumë, por nuk ngro asgjë. Shpresa e autenticitetit. Por prap, jo gjithçka është e humbur. Ka njerëz që përdorin median me ndershmëri, që flasin për tema reale, që nuk kanë frikë të tregojnë veten pa maska, që nuk e matin vlerën e vet me like-et ose me followers. Ata janë të rrallë, por janë të vërtet. Dhe ndoshta janë arsyeja pse interneti ende ka shpresë, sepse autenticiteti është forca e vetme që nuk mund të blihet, dhe njerëzit sa do të lodhur nga zhurma e ndjejnë menjëherë kur dikush flet sinqerisht. E në fund të ditës, narcisti mediatik shqiptar nuk është armiku ynë, është pasqyra jon. Ai tregon se sa shumë kemi nevojë të na shohin, të na dëgjojnë, të na vlerësojnë. Tregon atë boshllëkun që jeton brenda shoqërisë, që ka më shumë selfie se sa kujtime të vërteta. Por shërimi nis në momentin kur një njeri e pyet veten, çfarë ndodh nëse nesër më sheh askush?
Kush jam unë atëherë? Nëse arrin të përballësh këtë pyetje pa ankth, atëherë je i lirë. Dhe kur je i lirë, s'të duhet më as filtri, as kamera, as ndjekësit, sepse ke gjetur veten tënde reale. Jo atë që ndriçon në ekran, por atë që ri i qetë në shpirt. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Kush të dëshiroj mund të bëj komentet e tij, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që ja therr pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.